vllaun Rahmetlin, po bedel për ta. Po bëj haxhi për të inshallah. Nere kisha që babën tani isha shku vetë. Të më ka buqit më rapë tash. Se na mora as losën. Babi im për haxh po niset. Po më kallni me sytë romantika, me bashkëshortën, bravo, çfarë. Kemi bë. Po me ne mësim, mos pretim ju dek nona e me sun haxh, e tani atë fari lahin, edhe në qobe jam bedel, po që? Për zgjallë e mërë nona në sun haxh. Shta që të ka puna mikrofonet, se kështë jashta mikrofonet, kësë goja si nole, po që që pa të rate ka këto, pra se ke pak zhigën. Ma loj pa i tybe, po e që zhigës hi që dveç ashtë të hëtë. Sot dhe më dhënë nisen haxhiler të parë. Edhe bili për të në vështë edhe hoxha i ndëru, doktor Shëqet Kasni që ato jam të e një kështë edhe se kam njët me vetë kësa ere, veç që ku mi gjunë qafë kështë, bap! Hajde! është me nxesi hershëm, do thonë ora pibjen 5:30. Nuk e di sot delte ju xhamot, po të kallëzoj sa është ora. 5:40 çështë e mëngjesit. A thua kanë flajtë o vllokta. A ka bënë ai kursi gjuma jo, a besona. Që edhe një bukuroshe. Kjo ka vendos me përcjell haxhit shumë veçantë me një poezi. Hajde lezeja. Babi im për haxh po niset. Babi im sonte për haxh ka marrë rrugë, me lutje në zemër, me shpirt që nuk shuhet kurr. Shkon tek qabja në vendin e shenjtë, për folje e dritë, për mëshirë të denjë. Në zemrën e tij ka lutje e shpresë, çdo hap i bekuar, çdo fjalë është pjesë. Me emrin e Zotit, me buzë që rrethet, që thërret, udhëton i qetë, i mbushur me dritë. Hoxha Siri udhërrëfyes i urtë, me zemrën që ndriçon si hëna në fush. Nga fush Kosova drejt Qabes përshkon, me fjalë të buta dhe zemër që don. O Zot i madh, këtë haxhja prano, me mëshirë e dritë atë e mbulë. Na kthe të shëndosh me shpirt të lartë, me buzëqeshje të pastër dhe zemër të artë. Mashallah, mashallah. A kemi shku me babën vitin tjetër në? Po. Apo lakman kësa jere me shku? Shumë. Hajde, inshallah, haxh pranu me babit. Hera por? Po. Që po do kësi si emocion? Me emocione nuk di si nëjrë jam, nuk prej gëzimit e prej... A ke vlejt alla ile nato kështu veç me të vetë? Drejta? Drejt. Vallaj asë një sekund. Pse me të rajt? Pse me të rajt asone? E veç kërë disha që ti bile që pedin që ki munis, po në që pedin që s'ku me shku kërkon. Jashtë na me ju përcil, që të... Oni, falem ne... A ke me shku vetë? Për blet. Jo me bashkëshortën. Po më kallni me sytë romantika, me bashkëshortën, bravo, çfarë. Kemi bë. Po duhet. Udhimi i jetës, a? Po normal që është gëzim matë mana nuk presum. Hoxhin e kena në qef, me mujtë veç ati rrina, sa është vani shajt, vani mirë, lutit pranohen. Se një pak ma janet e veta, a ke bona e fësty gjëmë sonde ti? Shumë pak gati që heqë. Se me qef të prit. Unë nuk është ka hera porë, në kom qenë edhe disa herë ma për pora. Mirë po... Bez do kësë kërë hera porë me shku, a? Jo, nëse hera porë dhe jam të prit me gzim me shku me u taku atë me... Ka po shka kësa here? Kësa here vetë. Kësa here vetë, kom pos hera para kësojna kom qenë me grue, kom qenë me dhlo, kom qenë me shumë tjerë. Kështu familjar kemi qenë, disa herë kemi qenë edhe në omre, edhe në haxh, alhamdulillah. Vitin tjetër për esapet me shku me vlo, me grue, me kunote, me fëmijë, disa fëmijë prej fëmijë tonë, inshallah pa i morëm nështë. Na i bëmë sana Allah. Po në nëse gazetore, qështë? Inshallah jam sana Allah. E qëlloj në bashkë në dhome? Une nuk e numroj, inshallah. Une nuk e numroj gëzim për ata që shkojnë me shetit në për vendet tjera. Nuk është këtë turizm, kjo është thjesht një haxh, një adhurim për Allahun xheleshanu, që aty pranohen lutjet më shumë, aty është me shkojna e takojna edhe pejgamberin alayhis salam, i çojmë selam aty, se di sigurisht keni qenë edhe jo, veç gëzim më të madh nuk ka. Alhamdulillah që ne ka mundësu. Unë e gjemot veç në televizor e kom po këtë punën e ozit. Inshallah ta mundësan Allah ma frek me shku se është qefi madh. Edhe një po të thëmë, mos e zgat shumë, se nëse shkon ma heret, ki me shku edhe shumë here. Nëse nuk shkon një heret, kur shkojsh si plak të një mo,
nuk ja vlen me shku shumë i vjetur. Unë kom po 2 vjetë, për më konë disa herë. Kom thonë njerëzve, shko burë, hajde ma herët me shku në haqë, ka unë jo se o herët është, unë po pres me i falë me katët. Me katët nuk bënë me bo. Nëse njeri është musliman i mirë, që do të me qenë musliman, atëherë me katët nuk bënë me katët me qëllim. Ato pa qëllim, Allah inshallah na i falë, ato shka janë me pahiri. Me qëllim, mos me bo me katët, kryesore është ajo, e ta s'ki qka pret ti. Unë me djallë po shkoj. A ti me djallin? Po, haqi me krye. Mashallah. Hera por? Hera, umrën e kum kry, tash haqin. Pa ndjenja është me vlad me shku? Mirë balë, a ka ku shka ma mirë. Shumë mirë. Me burra e kone herë? Jo, që 17 vjetë më ka dek burri, tash mundësit po. Edhe atëherë para lufte ma ndryshe pak o konë. A o konë që ashtë komunizëm o konë, ma tjetër o konë. Tash mirë shumë, elhampi zotit. Shë po se edhe burri me konë këtë mes? Po që, po, që me po. Ja ka kry haqen, dritoni po. Ja ka krye, tash edhe muaj. Dolla në penzi. Hajde, do me thonë një nonë nderume edhe djali me pas hoqë. Hajde vazhda driton? Kështë ndjenja me shku me nonën? është ndjenë shumë e mirë, alhamdulillah unë kom qenë edhe herave të kalume, po ka dorë Zotit që më thonë ma ka realizua ato ëndrën edhe dëshiren që me shku bashkaresh me nonën, epse edhe ma herët nona ka qenë e punësume, ka thonë deri sot dalë në penzion, na mundësën Zotit dhe alhamdulillah doshti Zotit na mundësej që bashkaresh dhe më thonë me shku edhe me kry, mi najtë gati, më kujdes për të, edhe bashkaresh dhe më thonë mi bodot për familjen tonë, për vendin tonë, edhe për gjithat mirat që e dëshirojmë vetës edhe tjerve. Me në mësim, mos pretim ju dek nona e me sun haz, e tani atë fari lahin, edhe në qobe jam bedel, po që, për zgjallë e mërë nona e sun haz. Alhamdulillah, kjo është veç falenderimin i takon Allahot për gjithë shka. A ke bo sy gjumë se vi veta disa hazgjeler? Allah më knaqë. Po, alhamdulillah, bezot dhe ka fjeta dhe më që lehtë, alhamdulillah. Edhe se më që qef, po shkën haqë. Për vlavën? Po shkën për vlavën Rahmetlin, po bedel për ta. Që më ka vdek tash 2 vjetë i bëngatin, që është në kërrik. Për bëj haqë për të, inshallah, talë Allah në prënan. A më nëshme jep një mesazh për tjertë, për shumë që i kanë kushtet, kanë shumë tafër që s'kanë mujtë me kry, se kanë pas nështë mundësit. Jo, ata që s'kanë pas mundësit, se kanë të karkuar. Ndërsa ata që kanë pas mundësit, se kanë bëhaqë për ta problem. Edhe kjo problem është shumë i madhë në Kosovë, dhe të shqiptarët për gjithësi. Sepse haqën është ty në fund, e nuk e din që deka nuk ka në fund. Deka të fshin, të gëlltit, nuk të vetë, a i ki planet, as i ki planet. Edhe për në vdesin prindrit tonë, vllaznia tonë, për kanë mundësin me kry haqën, për krymë për në vdesin me bërç, me obligim. E pas taj të anet në gjallë familjarët e tyne, i Allah, po kam që me bë për nanën, për babën, po bëne, edhe dohet me bë, është mirë me bë, obligim se ki, për pas të se ka lanë testamentaj, ama gjënohin e ka, pse se ka bë haqën. Pas të këtë krynë haqën, insha Allah, të ala i gjallë për vdekurin, i pëzëllohet obligimi atina atje, edhe por pse mos me kryesat të gjallë? Haqën do të me kryje, robi, mundësin e parë, që të ebë zote, për me shku në haqë do të me shku. E punë të dënjas, të lashët të dënjas, ngarkesat të dënjas, nuk përfundojnë. Jo për 30 vjetë, edhe në 80 vjetë nëse ke ymer, po edhe 800 vjetë me pas ymer, nuk përfundojnë. Andaj lejt të lashët të dënjas, lejt shpijat e djemt e këj martush. Djemt ka me ndërtu shpijat, ka me bë këtë, ka me bë ata, ato punë nuk përfundojnë. Shkon haqë, kryja haqë në obligimin e Zotit, sepse është farzi 5 i dinit të Allahut Azza wa Jall. Në mëse neglizhat punë. Ma zujt e vardam. O ty, që më këshyrë. Allah është përbleftos, e adhërit pranum, inshallah. Amin. S'po të vete, po të kopi për sovës. E pse hoës këta e nësë të shkove, bile? Këtë vetë nuk nga ka mundësu Allahu, alhamdulillah që kanë zonë vend tjertë, inshallah të i për tjertë këta, e lusëm Allahun që më nga mundësua që vitin e ashë me qenë pjesë e këtyre njerëzve që shkojnë me adhuru Allahun në qabe gjatë ditëve të haqët. E ka një orë me përzillos? Unë e kam disa familjar që shkojnë, familjes time, një 4 janë, edhe një shok të amin në ngushje e kam haqërrus të në këtë, jam dalë me për tjerë me një knaci shumë të modhe dhe të veçantë. Qa kemi thonë për këtë? Me thonë jam e knoqën që po shkojna, po tojnë për rrasë, hera tretë. Emocionet të cilat janë dhe shfaqin i përmallim,
Jemi për herë parë me familje udhtojmë. Inshallah lutim Allahin që gjithëve t'ja mundsoj që t'jenë mysafirë të Allahut në qave. Inshallah Allahu jap shëndet këtë haxhive tonë të Kosovës edhe mbar botës, prej cilit do vend që shkojnë inshallah kthehen këtë shëndoshë mirë e me hax pranum ja Rabbel Alamin. Apo të kanë zemra aty, qështu si mu, po? Të kanë, bravo. A është hera por? Hera por. Çfarë emocioni? Emocion, kom gjërë stres. A ke flet, Allah i lehat drejt ka. Jo, Allah, kom flet në nam. E ti nam, se do i posh këtë sare. Jo, kom flet, Allah i mirë. Në për tim se kem derte jena mësu në Gorbet. Me kam bashko me shoqen? Me shoqen. Mashallah. Ma ndjeni jo me burë bashku? Alhamdulillah, për të madhit Allah që ne ka mundsu Allah ja mundsu gjithve. A është hera por? Unë jem për haqe para herë, umre im kanë shtator. Mashallah. Në shkurt në vërtet se gabova, në shkurt e një vit im kanë numre shumë mirë, me haqe është ma e kena obligim, Allah ja mundsu gjithve. Mirë thujnë, mi ashtu gjithkojnë e mirë vësem, po ata që përshojnë e njojnë. E që ti pak ma ndryshe batë. E pas kem lu i hramin me setër me apo nërë? Jo, tash, jo. Allah i le pipi këti emocion, a ke fletë, a ke bo një si gjumëli? Po e valla pak. Po të shë që mos pati karaplone, ja? Ja, më ikë po. Dëshira që ashtë pe vullnet. A është e raport që përshkon? Jo, dyta. Me ka një të shku sër? Jam me dhonër edhe me qikë. Mashallah, paska se dhonërat kanë morë me vitë, ja? Po. S'pi pengan, ja? Ja, Inshallah zotit të pranën. E mos në arën do obilis ato në ashtë të kujtojnë, në me mikrofon të kaltërt. Inshallah juve ma shpejt. Amen, inshallah, vitin tjetër. Gjithësysh. Allah ile, çfarë ndjeni është ti me shku do më dhonë haqë? është ndjenjë e papërshkrueshme, domethënë që tash, edhe pse në Nina si person që jem koha volator, se çështë ku mos ja benzon këto ngushta, edhe ja erdh koha. Me Roma. Po. Domethënë është ndjenjë e papërshkrueshme, po për nga ana besimit tonë ne dim që këto punë shkojnë me kader dhe elhamdulillah që Allah ne ka mundsuar me na thirr edhe na më përgjigj thirrjes. Kështu që për të sa e dina që është mundëm prak mi frenu emocionet. Allah ne mundsuat e ne me rrjedh me na pranu. Shta që të ka puna mikrofonet, se kështë jashta mikrofonet, kësë goja sionole, për që që pa të rata i ka këto, Hajde të qovin erë. Që shpeshen edhe vetë të limin e ko i bjen u konë, për kësa jere morë veç me përsjel dika, ma po? Po, një miqë me qike me dhonër, i përcëllëm. Apo vërzitër së përshkërati, drejt ka të? Po ty be, aje dëshira është gjithë më në flaktë, sohër që kësh. Sukur më konë gjithë ditën i nushë me pi një pi kujtë, apet, veç edhe ma shumë ki që e më pi, po qashtë është kjo. Sohër që kësh aje dëshira, po elhamdulillah që... Sa e konë ti? Jem konë 3 herë. 3 herë, jo, prasë ke pak zhigët. Ma loj pa i tybe, po veç je zhigës hi që veç ashtë të hëtë. Që këtu e kam aktorin e minjor e forës. S'pe thamë. Në nëzullë sa bojë dhe i nga më përgjëmë shumë. Kam për përcjellë i gëzumë ti? E përcjellëm një djallë të minqës bobet, unë nisë për meke, apo? Po, meke, dhe se unë e po gjëmësi që sto i bënë? Ka dajë se edhe një pas vakli. Veqe, veqe këtë... O, ke këtë bazhumi i poshtë të lojë të plashkit? Këtë ma ka buqet më rapë, shtash. Që prit? Se na mora asë njësën. Qështë? A ki njët, për lakman? Me shku dhe ti? Po normal, po veç nere kësha që bobën tani isha shku vetë. Se nështë a i ko pak ma shumë qefë se në. A shqeqare. Jo, vëllën që të me nësë që shini jo, nuk dalën qevi për qevi këtu. Se se lëkqyrë vetën. Nere kësha që... Allah ta mënsof, bara me bo. Amin inshallah. Amin inshallah. S'po të shti me bo kësi fore të bore se... Hajdo shkum pi kafe. Ajo, asone. E Allah i tuj. Amin inshallah. Gëzohet që po. Tash më veç po shkon të uzbros kjo pjesë. Besone, nuk është që e kam për i pasgjëmësis, po emocione bege shumë. Azilert veç për ju thire në emnat me më njësë në ultimin e jetës, se tash më që shtëri thojnë kësoj
punës haxhit, që përshëndet vetë, unë veç më mbete, veç më përshëndet. Selamu alaikum.